Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Fundjava përsëri është mbyllur me aksidente në Lushnjë. Në aksin rrugor Berat Lushnjë, makina ka përfunduar në kanal dhe 2 bashkëshortët që udhtonin me të janë plagosur rënd. Aksidenti i rënd në aksin rrugor kombëtar Berat Lushnjë në afërsi të fshatit Çukas dëmtoi rënd 2 persona që po udhtonin me mjetin tip Chevrolet, i cili përfundoi në kanalin kullues përgjatë rrugës. Sipas informacioneve paraprake, drejtuesi i mjetit ka humbur kontrollin dhe përpasoj kanë përfunduar jashtë rrugë. Në mjet ndodheshin 2 bashkëshort, Bilbil Nure dhe Xhevahire Nure, që udhtonin nga Berati drejt Tiranës. Ndërhyrja e zjarrfiksëve të Lushnjës bëri të mundur nxjerrjen e tyre nga mjeti. Bashkëshortët e lënduar rënd u transportuan me urgjencë drejt spitalit të Lushnjës. Policia shkoi në vendngjarje, disiplinoi trafiku në zonë dhe po punon për dokumentimin e plotë të rrethanave të aksidentit. Fundjava përsëri u mbyll me 3 aksidente në rrethin e Lushnjës, të cilët kanë shkaktuar disa të plagosur, automjete të dëmtuara rënd dhe trafik të rënduar në akset rrugore ku kanë ndodhur aksidentet. Nxënësit e shkollës nënshkruesi pavarësisë në Bisefa ndanë sot çmimet për konkursin Klasa e zbukuruar më bukur për festat e fundvitit. Nxënësit e shkollës nënshkruesi pavarësisë në Bisefa kanë zhvilluar konkursin Klasa e zbukuruar më bukur për festat e fundvitit. Konkursi ka nxjerrë në pa shpirtin ngarues, fantazinë dhe talentin e nxënësve, të cilët i kthyen klasat në ambiente më të këndshme. Sot në një atmosferë festive, plot gëzime hare, janë ndarë 4 çmimet fituese për klasat që janë zbukuruar më mirë në shkollë. Shkolla këtë ditë ka shkëlqyer më së shumti me kreativitetin, artin, energjinë, dashurinë që gjithë secila klasë ka përcuar. Siç e dini, klasat nga filloria deri në gjimnaz ka marrë pjesë në konkursin Klasa e zbukuruar më bukur për festat e fundvitit. Dhe tashmë erdhi momenti që ne të prezantojmë çmimet. Çmimet janë ndarë në bazë të cikleve, janë çmimet fituese të ciklit fillor, shkollat klasave 9-vjeçare dhe gjimnazi. Le të fillojmë me çmimet e klasave fillore. Çmimi fitues për klasat nga klasa e parë deri në të 5 është klasa e dytë. Faleminderit shumë për vlerësimin që na keni bërë. Ju premtoj se do jemi klasa më shëmbullore e shkollës. Çmimi fitues për gjimnazin është klasa e 11-a B. Faleminderit shumë, e vlerësojmë tepër, ju urojmë gjithëve gëzuar Krishtlindjen dhe vitin e ri. Ndërsa tashmë do të prezantojmë çmimet për 9-vjeçaren, por do të theksojmë se kemi 2 çmime të para. Klasat 9-vjeçare, përveç se janë fituese të ciklit 9-vjeçar, janë renditur me numër më të lartë pikësh se sa gjimnazi dhe arsimi i ulët. Klasa fituese vendit të parë, fillimisht kemi klasën e 6. Faleminderit për vlerësimin e klasës sonë. Unë përshëndes mësuesen tonë kujdestare, gëzuar vitin e ri në Krishtlindje. Dhe klasa që do të ndaj vendin me klasën e 6 është klasa e 8. Duhet të theksojmë se klasa e 8 është ajo që ka bërë gjitha dekorimet e klasës pa ndihmën e ndonjë mësuesi. Dhe kjo është vërtet për të vlerësuar. Faleminderit shumë që na vlerësuar për punën që bëm, ju uroj gjithë të gëzuar festat. Edhe pse matura nuk mori pjesë në këtë konkurs, nuk do lëm pa falendëruar Gjesin e klasës 12B për të gjithë artin dhe kreativitetin e saj.
Paketa e maleve në Mallakastër ka tërhequr interesimin e 10 aplikuesve, mes tyre edhe emigrant. Deri tani janë dorëzuar 154 aplikime. Zonat kodrinore të Mallakastrës kanë interesin më të lartë në gjithë territorin e qarkut fier për të aplikuar për paketën e maleve. Sipas drejtorit të pyjeve dhe mjedisit pranë Bashkisë Mallakastër, Ledian Shehaj, aplikimet vazhdojnë kryesisht në zonat me fushpamje drejt Vjosës dhe aplikuesit janë kryesisht emigrant, të cilët mendojnë rikthimin nëpërmjet investimeve në vendin e tyre. Pjesa dominuese janë emigrant, duke filluar nga shteti grek, italian, gjerman dhe deri në shtetin e Amerikës. Dhe ardha e emigrantëve, investimi pranë trojeve të tyre, besoj sepse do të ndikojë në investimin dhe në popullimin e këtyre zonave. Paketa e maleve pritet të sjellë një hovë zhvillimit ekonomik të Mallakastrës, ka theksuar Shehaj, duke ripopulluar nëpërmjet vendeve për punësim fshatrat e Mallakastrës pas shpopullimit të frikshëm të viteve të fundit. Deri në këtë moment në Bashkinë Mallakastër janë 48 aplikime, po këto të pothuajse të shpërndarën në gjithë territorin e Bashkisë Mallakastër, ku dominojnë fshatrat Drenov, Hekal, Kut dhe Çorush, duke qenë sepse këto zona kanë fushpamje me luginën e lumit Vjosa dhe është një destinacion turistik. Por jo vetëm këto dy zona, janë dhe zona të tjera si liçenet e Lumarës, pjesa në kufirin ndarës midis bashkisë Patos dhe Reskovec, ku është një masiv i lartë pyjor dhe ka një fushpamje panoramike shumë të bukur. Ndërkohë, një ndër aplikuesit e paketës së maleve, Dash Norveliej, që zotëron një fermë me rreth 400 krer bagti të imta, pohon se është kthyer nga Amerika për të investuar në vendin e tij. Kam aplikuar në paketën e maleve për të investuar. Aktualisht kam një fermë time me bagti të imta. Fshati është fshati panoramik, mundësi për investim ka rrugë, ka ujë, ka drita. U sugjerojnë të gjithë fshatarët mi të kthehen të investojnë në fshat. Mundësitë janë shumë të mira të investosh. Unë bile kam qenë edhe në Amerikë 2-3 herë dhe kam pasur vend pune për të punuar atje dhe kam lënë Amerikën vetëse për të investuar në fshatin tim. Është mundësi e mirë shumë. Gjithë kjo pamje, gjithë kjo ta lësh edhe të largosh, siç kanë larguar shumë fshatarët e mi, kanë ikur edhe atyre lus të kthehen, të investojnë në blegtoria, në bujqësia, në ullisja, janë shumë mundësi të mira zhvillimi. Numri total i aplikimeve deri më tani ka arritur në 154, kryesuar nga Fieri me 50 aplikime, Mallakastra 48, Lushnja 37, ndjekur nga Patosi, Roskoveci e Divjaka me një numër më të ulët aplikuesish. Komisionet e ngritura në 6 bashkitë e qarkut janë duke përfunduar hartën zyrtare të zonave prioritare, ku pritet të zbatohet paketa e maleve, ndërkohë që faza tjetër po vijon me dërgimin e të dhënave pranë ASHK-s për të verifikuar nëse ka probleme me pronësinë. Kryeministri Edi Rama takoi sot fermerët e Elbasanit. Rama deklaroi krijimin e Bankës së Zhvillimit, mbylljen 100% të pagesave brenda vitit dhe rritjen e buxhetit. Kryeministri Edi Rama nga takimi me fermerët e qarkut të Elbasanit deklaroi se Shqipëria do të ketë Bankën e Zhvillimit, e cila do të ofrojë mbështetje për fermerët shqiptar. Ai u bëri thirrje bashkive që të jenë gati për t'u ofruar ndihmë fermerëve dhe të hedhin syt nga fshati. Rama theksoi se ky 4 vjeçar për fermerët është i mjaftueshëm për të bërë gati, pasi tregu i Bashkimit Evropian ka rregulla dhe kritere. Është me shumë rëndësi që kemi sot një buxhet për vitin e ardhshëm jo thjesht më të lartë, por shumë më të lartë krahasuar me buxhetin e këtij viti, dhe vetëm në skemën kombëtare shkojmë me një buxhet i cili është gati 2 fishi i vitit që po përfundon. Për sa i përket skemës direkte, të gjitha pagesat do të mbyllen brenda këtij viti 100%. Këto janë vetëm disa nga plot të dhënat që mund të sjellin vëmendje për transformimin e bërë në këto vite, por çka na intereson sot është
çka duhet bëjmë në vitet që kemi përpara, dhe kur them duhet ta bëjmë patjetër bashkarisht, sepse bujqësia më shumë se çdo sektor tjetër ka nevojë për këtë partneritet me qeverinë, ka nevojë për këtë partneritet me pushtetin vendor, për të arritur të përballë sfidat e veta, të cilat janë shumë komplekse dhe të cilat varen nga faktorë që nganjëherë janë jashtë mundësive të njeriut për të kontrolluar, siç janë faktorët klimaterik. Gjithsesi, ajo që ka më shumë rëndësi në bilancin e këtyre viteve dhe që vlen më shumë se çdo gjë tjetër për ta parë me optimizëm transformimin që duhet të thellojmë, është dia e fituar në të gjitha këto vite nga vetë ju. Dia e fituar në një sektor ku gjërat lëvizin me vështirësi, por lëvizin në mënyrë të vazhdueshme dhe ku në botën që jetojmë, teknologjia sjell oportunitetet të paimagjinueshme deri dje. Dhe unë kam shumë besim që nëse dijen e përftuar për jush, së bashku me dijen e një vatre që do t'jetë gjithmonë më e rëndësishme vit pas viti për bujqësinë, për ekonominë, për zhvillimin e vendit tonë, që është Universiteti Bujqësor, do t'i bëjmë së bashku dhe do t'i vendosim në funksion të politikave tona, ne patjetër do të arrijmë që në 4 vitet që kemi përpara të bëjmë më shumë se sa në të gjitha vitet që kanë kaluar të mbledhura së bashku. Qindra shpend kanë ngordhur në fshatin Krapës në Fier. Dyshohet për përhapjen e gripit të shpendëve. Në fshatin Krapës, në njësinë administrative Portës në Fier, qindra krer pula, deti dhe shpend shqerake kanë ngordhur brenda një kohe të shkurtër, duke ngritur dyshime serioze për përhapjen e flamës dhe gripit të shpendëve. Sipas banorëve të zonës, ngordhja masive ka ndodhur papritur, ndërsa shpendët kanë shfaqur simptoma të rënda përpara se të ngordhnin. Banorët shprehen të revoltuar dhe të braktisur nga institucionet, pasi sipas tyre, deri më tani asnjë përfaqësues i autoriteteve të bujqësisë apo shërbimeve veterinare nuk ka shkuar në terren për të verifikuar gjendjen, për të marrë mostra apo për të vendosur masa karantine. Gripi i shpendëve është një infeksion viral që mund të infektojë jo vetëm zojt, por edhe njerëzit dhe kafshët e tjera. Shumica e formave të virusit janë të kufizuara te zojt. H5 në 1 është forma më e zakonshme e gripit të shpendëve, është dekje prurse për zojt dhe mund të prek lehtësisht njerëzit dhe kafshët e tjera që vijnë në kontakt me të. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi sot pasi doli nga SPAK se me protestën e 22 dhjetorit nga shqiptarët do të japë përgjigjen e merituar qeverisë. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u paraqit këtë hënë në SPAK në zbatim të masës së sigurisë, detyrim paraqitje për aferën Partizani. Berisha pas daljes nga SPAK para gazetarëve tha se me rrogën e shtetit të tij ka arritur që të blejë vetëm 40 metër katror ndërtim, kurse kryeministri Edi Rama ka vjedhur bashkë me Belinda Ballukun, akuzoi ai. Berisha tha se protesta që do të mbahet më 22 dhjetor në Tiranë do të japë përgjigjen më të merituar vendimit të Edi Ramës për të mos lejuar hetimin dhe vjedhjen e parave që ka marrë së bashku me Belinda Ballukun. Shikoni pse foli djaj, se nuk e keni kuptuar, nuk e keni analizuar mirë, kam pa unë. Ai foli dje sepse pas vendimit të gjykatës kushtetuese mbyllet absolutisht çdo mundësi e institucionit të hetimit të hetoj ministra. Ai mori garanci të plot për këtë, sepse në rast se nuk ka pezullim, imunitetin dhe arrestimin ai nuk e lejon kurrë, siç nuk e lejoi në rast të Cajmir Tahirit. Dhjetor do mblidhen në Tiranë për t'i dhënë përgjigjen më të merituar
vendimit të Edi Rams për të mos lejuar hetimin dhe hetimin e parave që ka vjedh me Belinda Ballukun. Tani, ju keni kurreshtje tjera të plota. Dumani kishte marrë prokur nga Irena Gjoka për të vazhduar avokatin e saj. Shënimi që i lash, cili njeri mund të ketë me rrogën e shtetit 3 apartamente, ja po ta them unë, me rrogën e shtetit kam arrit të ble gjithsejt 40 metër katror ndërtim. Mund të blia, po duhet më shumë, po duhet blia mira kredi. Pa kredi me rrogë nuk blien. Pra, ky ka... Nuk keni një akuzë, zoti Berisha, Urdhë? zyrtare, në lidhje me të gjithë aktivitetin tuaj. Jo, një minut. Urdhë? Ju keni një akuzë zyrtare, zoti Berisha, nga SPAK, dhe fakti që keni një akuzë zyrtare, a ju bën në konflikt interesi që keni përplasje me të strukturë? Për çfarë është akuza me që thoni ju? Tani ta vendos gjykata. Jo, një minut. Me qenë se e përvedhat, unë zdesha nuk jam marrë me të këtu. Po ajo është një histori mashtrimi dhe falsifikimi gjerë në qiell. E di çfarë thanë këta në fillim apo jo? Ka marrë vendime për të favorizuar dhëndrin. A e din çfarë thonë apo jo? Jo, nuk ka vendime, po ka përfituar nga vendimet. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.